Trafik, trar dhe mashtrim, Europa e Ramës me ngrica, radhë dhe pagesa. Në çdo drejtim që të largohesh nga Tirana, realiteti është i njëjtë: pagesë, pritje, humbje kohe dhe nervash. Kjo nuk është rastësi, është model. Ata që nisen për Kukës mbesin të bllokuar në rrugën e kombit nga Bora dhe Ngrica, pasi kanë paguar rreth 6600 lekë te trau i Qet Kastrati dhe Edi Rama. Pagesa kryhet, shërbimi mungon. Ata që nisen për Lezhë apo Shkodër paguajnë 2500 lekë te trau i Bashkim Ulaj, deri i jetës i dhuruar nga Rama dhe Belinda Balluku, dhe më pas kalojnë 5-6 orë në trafik. Ata që shkojnë drejt Vlorës presin me orë të tëra në Lushnjë dhe Fier. Ata që nisen për Korçë, Zhdëpen, në Elbasan, te Hinka e Bradasheshit apo në aksin drejt Librazhdit, sërish 5-6 orë pritje. Ku do të shkosh, skenari përsëritet, paguan për të mos lëvizur. Taksat mblidhen, trarët ngrihen, propagandat shpërndahen, por rrugët bllokohen, shërbimi dështon, përgjegjësia mungon. Ndërkohë, qytetarët humbasin parat e trarët e Kastratit, Ulajt dhe qeverisë, djegin karburant dhe shkrin orë të tëra jete. E gjithë kjo shitet si standard europian. Një parull që Edi Rama u reciton çdo ditë shqiptarëve, ndërsa ata të bllokuar në trafik paguajnë për iluzionin. Europa e vërtet ka shërbim për tarif, kjo ka tarif pa shërbim. Ky është thelbi i problemit, një shtet që arkton por nuk garanton. Një qeveri që flet për integrim, ndërsa normalizon bllokimin. Një model ku koncesioni mbron fitimin dhe qytetari mbetet në rahat. Dhe po, ka edhe një të vërtet të hidhur, një popull që nuk revoltohet ndaj kësaj normaliteti të rrem, nuk ndëshkon mashtrimin. Heshtja e zgjatur prodhon vetëm një gjë: më shumë trar, më shumë pagesa, më shumë pritje.